Gjatë një takimi në rajonin numër 5 dhe 6 të Elbasanit, Arben Imami në cilësinë e kryesuesit të listës së kandidatëve të Partisë Demokratike, deklaroi se Shqipëria mund të bëhet superfuqi rajonale energjetike. Veprën më të madhe të financuar nga investimet e huaja është fati madh për ne në Elbasan, që kemi në qarkun e Elbasanit, hidrocentralet e Devollit. Mbi 1 miliard euro investim, 5.000 punëtor të punësuar drejt për drejt atë investim. Duke u ndalur tek investimet, Imami u shpreh se politika fiskale e ndjekur nga kjo majorancë ka sjellë zhvillim të Shqipërisë, ndërkohë që Europa është në krizë. Ne bëm të mundur që për 4 vjet dyfishohet buxheti i shtetit, në mënyrë që të mund të investonim për rrugat, për universitetet, për shkollat, për ujin dhe për gjithçka tjetër. Ne bëm të mundur që me taksën e ujit dhe të sheshtë të shtojmë investimet të vend. Modeli Ramës është rruga e bllokosjes së ekonomisë shqiptare, ndërsa Partia Demokratike sipas Imamit synon të ecë drejt integrimit në Europë.